armik përbetum. Fjallor në kanë vra, në kanë prej, kanë thonë këta të LDK-s ma herët. Ata viktimizuar gjithmonë. E këta tjetë kanë që kanë vajtë punë e modë që jam roqë aty të LDK-s. Rasiste, turrejtjes, linquse, shantazhuse. Ka pos linqime, ka pos antagonizim. Shumë madh. Aju ka bashku me vendosja deri në një moment saktu me gjuhë të njëjtë. Gjuhë pak, gjuhë raciste, po thotë se ka instaluar kurti. Gjuhën e urrejtjes, linquse, shantazhuse, pse raciste, çka ka pas racizëm te kurti, shembull. Po, nëse ka haru momentar. Në këtë kuptimin, dhe më thonë që të gjuhën e egrë. Tegërën po. Tegërën, të kuhin tëna këto tjerat elemente ka instalu vetë levizja vetë vendosje. I kanë goshdu njerëz, bre? Kanë goshdu njerëz. Njerëz nuk kanë goshdu me dalë. Kanë qenë fjalit e tina, po simbolet e fjalimet veç pak, ale. Racizm klasik është me poshtu flamurin një kombi. Që shka on flamurin Lava, po flamurin me cilin unë e identifikona. O flamurin që prezenton kombin tam në bot, edhe nesër edhe në kombet e bashkume. Edhe në NATO, edhe në BE, edhe në OSBE, edhe në Qiltë Evropës, edhe në Parlament Evropian. A i thot flamurin Lava, aso është fashizm, aso është racizm kë? Thune, nëse dini me thonë diqka. Se po bashkë nërvazali. Jo hiq. Mentorit janë tërpejtë, pastaj do të hodaj, do të ketë... Me gjuhën që e ka përdorë vetë vendosja, për vite me radhë, nështë një dekadë, për 10 vjetë ma shumë. Më thonë, kanë linqu njerëz, kanë kriju klimen ku njerëzit janë një të kërsnum, jo që janë një të kërsnum, po edhe janë kërsnu e janë sulmun rrugë në këtë vend. E ka instalu Albin Kurti si për para Sokon, këta e kanë bo. Kështu që tash me thonë Albin Kurti po ofendohet se dikush pi thot diçka, për mendimin tam është nuk ka shme thonë fjallor që dikush mundet me përdor ma të ranë se që e ka përdor Kurti për vite me radhë dhe sa orë më bështet. Kështu që... Avokat? Po, nëse po jemi të konstatimi që është përdor gjuhë e randë për fjallor që së shdash me përdor nga Zoti Kurti dhe opozita në atë kohë. Ndërsa tani, unë pajtona me ata në që është nuk është dash, po edhe tash nuk duhet në të t'i thonë, po këj folë t'i ashton, në tash t'a këthejmë dy fesha dhe është për mu, është gjurë raciste me thonë, jo për është raciste me thonë e ka gruën se ka Kosovës, unë e prej pi pranverës kisha prit pak ma shumë e pas feminizëm, abden, për mu është absurd, gjurë raciste, e ki gruën se ki gruën e Kosovës. Brejti shqiptarëve ka posë jo, për s'ka lidhi, për që këtë gjunë nuk u kritiku, për kondra zi këtu, ju dha havë që asaj që mirë që pe kritikojmë pëse se ka gruën për Kosovë. Ekip Trumpin e ka gruën Balkanosë, është nacionalisti ma i ma në Amerikë. Jo, pralvjerë kësha prit për teje ti mi kritiku që gju raciste kësha prit për teje edhe për tjerve. Se këtu kjo është antifeminizm, a? Antifeminizm, antinjerëzore, është pikë smare, Kurti është ai cili ka... Absolut, as nuk e kritikum, a i mundet me pos ka dën gruën, edhe nuk është problem. Po jo, bu pesha një farë gjuhë, ka oke ka kritiku në tash është gjdo sen duhet me bon. A dha tjerë nëse u kanë keq, nëse është keq gjuhë keq. Na veç qka, na e komentum deklaratën, u komentu veç deklarata që gjdo sen po kritikohet edhe po thuhet do të kështu apo do të kështu, do të me dash Kosovën, a vetë po e rrit, fëmijë vetë në Finland, nuk ishte fare s'pat lidhje me gruën e ti, vetëm se ku po e bon familjen. Nuk ka lidhje puna e grus absolutisht. Kurti, për këtë gjuhë kem të folë. Ai cili, dhe më thone, ka promovu mas shumë me këto idetë e tina etnonacionaliste. Po në regull, po kuptojmë na, tash prapë dëmonë për mëmë që standart. Nëse unë gabim na, tash përshkojmë me standart që shto matë keq, do të vazhojmë, do të vishojmë. A vëden? Apo dikush do të me nalë, po. Jo duhet me nalë, për nëse... E kush është ai që e nalë? Nuk është ai një qytetari thjesht që e nalë, po është pikërisht e qytetari thjesht analisti, profesionisti, nëse ka kritikën atë kohë duhet me pas atë kritikën standard për fjallorin, për argumentin. Po sigurisht. Jo pse e ki thonë